edhe inskenojmë një sulm në kazermën e Ferizaj. A janë trishtu forcat serbe në kazermën e Ferizaj. Të këto janë ditë, e kam përmend që për shkak pozicioneve që kemi pasur, gradualisht gjatë radhës do të shpalosim gjëra besoj interesante për opinionin. Këtë herë po du me shpalosë një element ku si që përmenda drejtari Islamit Toni ka qenë një nga trimat më të majtë votit tonës tonë, edhe ai ka udhëheqë ekipin njësitin divizant të vëzhgues në qytet. Sa për informacion ai i ka përcjellë në edhe në qytet ku ka ndodhur Lazëm ish-kriministi thotë që e tjerë. Tash një moment e kemi pas ku kemi inskenu një diverzion me radiolile e tjera, kombinime. E kemi inskenu, kuptim se shkit, forcat serbe nuk kanë arrit asnjëherë me na deshifru neve çka po folën. Po kanë njerë kemi bërë kështu si me voice, për shkak kemi komunikuar me shifra dhe nuk kanë mund asnjëherë me na deshifru. Këto është dëshmuar edhe më vonë prej dokumentave të tjera. Dhe çka bëjmë, ne kemi deshifruar ata edhe e bëjmë një kështu një bisedë pa shifra gati edhe inskenojmë një sulm në kazermën e Ferizaj. Ajo ka qenë një nga netët ku mund të themi që janë trishtu forcat serbe në kazermën e Ferizaj. Këto janë ditë të para më një herë në gjatë bombardimeve sapo kanë filluar. Edhe thjesht ata dinin që ka në qytet, edhe tash ne koordinueshim me Tonin, drejtari Islamin edhe grupin e tij, edhe këni nishëm i shkit që ka thënë, kanë nësënuar që janë akon shumë interesant. Normalisht ne as që kemi pas fuqi të tillë për me sulmu, mirë po ka qenë shumë e rëndësishme me e po devolecën e tyre, edhe ata janë konë shumë tjeshëm, mësë mënojnë që janë konë shumë të fuqishëm. Ata kanë pas supremaci me njerëz, me armatemi, po në momentin që ka fillu bombardimet e NATO-s, ajo supremaci mo ju bjen, edhe ata kanë prit ashtume edhe prej neve. Kjo, unë jam dëshmitar i gjallë, kemi shok tje bashkëtor tje që janë dëshmitar gjallë të asaj kohë të lavdishme të UÇK-s.